kjo përmendet në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shpirti nëse a më njëherë shkon në xhenet? Apo ka procedurë në të ka procedurë. Njeriu do thot pasi që të vdes. Na e dim fort mirë se do thot vinë dy melek e marrin njeriu. Pasi që ta kryej procedurën e melekëve munkerit edhe nekirit, që e pyesin do thot për 3 pyetje të madhështore që çdo musliman e din. Edhe shpirtin e mirë e marrin melekët, po edhe të keqen e marrin melekët me vete. Edhe do thot shpirti i mirë kalon te pjesa e parë e qedhit, te pjesa e dytë, te pjesa e tretë, të tregohet se kjo është filoni ibn filoni kështu me radhë, derisa domethënë atij shpirtit do thot i çelën dyert e xhenetit, edhe ai shpirt domethënë jeton i shijon, i sheh kënaqësitë e xhenetit dhe thot o Zot më shpejt të bani kiamet, të shkoj te vendi im në xhenet. Shpirti i keq do thot kur melaqët e marrin me vete, edhe kërkojnë leje nga rojtarët e qiellit, nuk i jepet leja atij. Nuk i jepet leja atij për shkak se ky shpirt është i keq. Edhe nuk i lejo të shkojë do thot lart në përçej, të cilët çej do thot janë të mirë, të këndshëm, aty shihen takon me lekë e kështu me radhë. Për çka ai shpirt mirët edhe plasat në tokë, përplasat në tokë. Hudhët. Domethënë si diçka e pavlefshme, pa çmueshme, do thot diçka do thot neveritëse. Edhe thot ai shpirt mirët dhe plasat në tokë, edhe lihet domethënë ashtu i keq, i hapat domethënë dyert e xhehenemit, i tregohet vendi vet në xhehenem, edhe fillon që të shijon do thot istinat e xhehenemit. Istinat e xhehenemit derisa thot o Zot mos e ban kiamet. Se për shkak se azabin të cilin e ka në varr është shumë më i lehtë nga azabi i cili e pret në xhenem. Kjo është ajo që përmendet në hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në lidhje me shpirtin e mirë dhe shpirtin